Oh, this is so funny. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, ku është rezervimi i tavolinës? Ja, tavolina nëmër 2 për ju. Mirë mbroma. Edhe pak më shumë, jo atë shpak, se nëse në nga duar. Shumë nice. Mirë mbrëma. Shkemi. Hiq, u vënova pak? Jo. Fiksin në kohë. Fiksin kohë. Ploso ma dëshirë, vetëm një herë. Mis të quaj në shkollë, e dim edhe ne. Si ndjesh? Nuk është kompliment, Mirë por mendoj. që e vërtet. Ti? Shumë mirë. Ty të pash pak si pa disponim sot. Që si ka, do mbledhim gjitha, do i bisedojmë gjithë. Okej. Do e kështu. Sa shpejt po ndodhin gjëra këtu, ha? E vërtet. Si ka qenë gjithë kjo kohë? Si e ke kalu? Interesante. Me mu, po folën vetëm për mua në për ty. Ta dim ku jemi. Shumë interesant, se kam pritë që ndodhe kështu. Pse se ke pritë që ti ke punu për këtë moment? Apo ja? Jam pak pa fjallë. Jo, se unë të duhet me i nxerë gjitha. Po më dikmo pak ti që ti nxerë gjitha. Po ja, pra po hymë në temë. Direkt në temë. Se po më vjen pak tërë. Turp. Sa turp shka. Qëfar ke thua ti? Ty si të zhduk gjithë periuda? Me stuhi, Po, pa. Me disa përëndime të bukura, po. pa. Vetëm disa? Disa. Po nga na ime kam pas gjitha të bukurën. Perëndimet. bukura? Po. Po pra përëndime, ti thash tjetër, që ka përqyrë? Ti qatë ka përqyetje? Ti qatë ka përqyetje? Mo, që më ka përqyrë? Thjesht më ka përqyrë guximi atë. Po ty, qatë Po ku e ke pati guximin tim? Unë ka që ke hedhë hapa. Cilat hapa i pas kam hedhur? Cilat? Po. Se unë s'është të kam tregu që hapësh kam hedhur. Ma do që kom pas, unë s'ti di planet, apo je me planet? Jo, s'tash, po ti përderisa the që ke pa hapa? Kom Cilat hapa i ke pa? Kom pa lëvizjet e tua. Lidhje me këtë gjën që përno këtu. Për shembull, cilat lëvizje? Dua ditë shoh se sa ke pa. Ma do Sa që ke kom nuk pa hapa? gjithë. Prandaj, që ka një gjo më shumë që ta di. Unë një radhë parë nuk e di cilat hapa i ke pa. Po kom pa hapa që më ke qef e ke shprej në
tek fermerët tjerë, tek unë me sy. Unë, të fermerët e tjerë, s'është se kam shprehat shumë sa kam thonë ata, po. Kam kuptu vetë disa gjëra. Oke? Atër pse jemi këtu? Se di ma të Se di ma të Edhe nëse të thonë që unë nuk bëj për ty, ti mos i beso, aj. Se kemi nevoj për më shumë verë që t'la. Se dua, ti them asaj. Se dua. Ajo që është pa dhe që është li është e vërtet. Ka është them. Ajo që është pa dhe që është bërit është e vërtet. Ka është them. Po atë e di unë, përderisa kanë ndodhë, gjërat vërteta kanë ndodhë. Apo jo? Ti sërë se ke për shumë. Po si në shef neve pas një javë, ose pas një muaj? Si e shef ke gjënë tonë? Ti si e shef. Si e shof? Unë e po të pyes ty, po unë i kom gjitha përgjigjet në kokën time. Qa përgjigje pas ke për këtë pyetje? Thjesht ajo që do të them unë ja ta maj me dhe qigritin se mos ashirë pak darni. Kom. Edhe atmosfera e lezetshme e bukur. Muzika on top. Po pa tjetër. Edhe me personat e duhur, që dun ta dinë vërtetën gjithë. E ti kemi këtu, ti folim për balë. Për balë. Po. Qa do të flasim Si po për duket loja? Loja apo? Loja. Realiteti që ndodh. Po, në realitet, real life, Më loja. pëlqen. Të pëlqen? Po. Lush me mu? Jo të luj. Për qa? Qa të pëlqen? Se edhe unë ta njeh lojen, edhe unë jam player. Se di që aspekti e ke, po? Ku tim lidhje me ne të dy. Që ta dim ku ju... Ty çfarë pëlqen te unë? Na... Qa më pëlqet e këty? Ka pëlqy se je një lojtare e mirë? Lojtare. Po. Apo Po a flasim për ne dy, jo për lojen. Për ne të dy brenda gjithçkaje, në kuadër gjithçkaje. Se këtu njihemi ne, brenda një loje njihemi. Ama nga ana ime nuk është loj. Kush? Ne dy. Oh. E kam thënë disa herë. Karakteri e emocionet e mia nuk janë loj. Thëmë brenda. Loj janë sfidat, strategjitë e sfidave, thyrjes rregullave, ama jo raporti me Po nga të njerëzit. lindi ky raporti me mua. Se di? Ti si mendon nga lindi? Unë e di se jam super çun. Normalisht që edhe pos pate do të lindi, vetëm t'jesh me mua. Po puna është pse? Pse pikërisht unë? Po super çuna ka plot, po nuk lind të gjithë kjo Po gjë. mirë, pse pra unë? Se di? Po duhet ta dish tani se ne kemi hedhë disa hapa. Ha? I kemi hedhë disa hapa, duhet ta dish. Po çfarë pyetje, po s'është diçka që dihet me tru, me mendje, ku di, Me thjesht e zemër, fol me ndjen. zemër. Thjesht e ndjen. E ndjen. Po. Okej, kur e ndjen, e ke një vizion. Apo jo? Ha? Deri ku mund të shkojë ky vizioni jot? Jam emocionuar për zonë. Je emocionuar? Se di pse po më vjen turp tani. Okej. Nëse e marrim avash avash, që edhe ti ta kesh pak më të thjesht. Ti e ndjen apo Ka loj? për ty, është. Ti e ndjen apo loj? Unë, Po. unë normalisht që e ndjej, po kur së ndjej, ose atë që duhet të ndjej më sakt. Edhe ti si e ndjen?
vjen. Me thonë të drejtën, unë jam përpjek që të shoh diçka për te kësaj gjës. Kupton? Por nuk po ma jep atë vibe-in ose nuk po ma jep atë vizionin që unë po kërkoj. Sepse ti nuk po më thua asgjë gjithkohës. Dhe të kesh bësh me një tip si puna ime nuk është e lehtë. Edhe të kesh bësh si një tip si puna ime nuk është gjithashtu e lehtë. Po unë nuk shoh fjalët. Shoh veprat. Vepra. Edhe reagimet, edhe energjia që ndihet. Cilat- Më duhen më shumë fjalë. Edhe ti nuk është se ke thënë shumë fjalë. Ti në fakt gati s'ke thënë asnjë fjalë. Ti është ke përshkryt pak karakterin tim, po s'është se ke thënë ndonjë gjë tjetër. Ti akoma nuk ke shpreh asnjë gjë. Edhe pse s'ke shpreh, unë prap shoh për te fjalëve. Ashtu? Ndërsa Dhe ti çfarë do shef? vetëm afirmime me Fatin fjalë. unë e di se çfarë shoh. Ti e din se çfarë shoh? Mendoj se po. Po ma thuaj. Po ti çfarë shef? Ti çfarë shef? U shoh shumë trubull. Pse? Sepse Ku i ke pikë pyetjet? s'kam pikpyetje. Po përderisa shef I kam turbull. marrë përgjigje. Përderisa shef turbull, kjo do të thotë që si ke marrë përgjigjet. Okej. Vazhdo. Vazhdo pak ti. Shikam. Se po më duket e çuditshme përderisa nuk është se Ka arkoha që të vendosim pikat mi i, si me thënë. dhe vendosi ti pak pikat mbi. Po nuk Si e është puna shef? këtu se unë tash që jem marrë, unë e di ta mbyll këtë darkë dhe ta vazhdoj edhe më gjatë. Po. Po puna është vibe që të më japësh ti, ta mbyll apo ta nis më Ti gjatë. vibe si e shef, Sa e vetëm me vërtet fjalë e je. shef apo e shef si Ore, ndihet me energjia mes fjalë dy edhe personave? Unë herë, unë kam connection me anë trunit herë me njërin. Ti qëndro këtu dhe me ndjek muhabetin, mos më bë lojra fjalësh. Po kam Sepse tur. po për çka ke tur, më thuaj të vërtetën, ku është puna, çka ka këtu, çka po ndodh. Me ty herë, unë do them çka po ndodh me mua dhe pastaj arrijmë në një konkluzion. Po pse nuk thua një herë çfarë po ndodh me ty? Okej, do të ta shpjegojmë se çfarë po ndodh me Po. mua. Okej, ta shpjegojmë. Shumë saktë. Pastër pa gabime. Gjithçka ishte shumë e shpejt, edhe nisi si një lojë. Apo Nga ana kupton? jote? Si Nga do? ana të dyve. Jo. Ti po flet për veten tënde tani. Po mirë, po flas nga ana ime. Nisi si lë? Nisi si lojë. Se mendoja që e një lojtare e mirë. Dhe pas disa stuhive kështu, dhe mora disa hapa edhe unë, pa tjetër që si ki marrë vështi hapat, ti ke shprej dëshiren, unë e kom shprej knajsin pa tjetër. Unë në asnjë moment nuk kam dashur të të imponoj asgjë, sepse unë shkoj me zemër dhe me energjinë e dashurisë. Se cilën e pres me një klik shumë të fortë. Dhe ti po thu që se ke marrë klikun, apo? Jo, Vetëm se s'kam folë shumë? Ti po thu që se ke marrë klikun vetëm se s'kam folë shumë? qa të pëlqet e unë? Edhe unë them qa më pëlqet e këty. Që të ecim pak përpara me muhabetin. Nuk është se kam diçka me ta shpjegu kështu detajisht. Okej. Thjesht e di që e ndjej energjinë, e ndjej intuitën, e ndjej vibe-in, edhe pse nuk flet shumë. Po se Ti ndjej momentet herë me tona? fol për ne dy, se unë ti do të thonë ke Po marrë vendime
Shiko, sepse... Nuk jam unë ajo që pyes, e kupton thjesht Ti s'pyet fare, po thëmë. Okej. Në kuptimin, e lej tjetëri vetë flasë, e din se dukem si e ngjitshme, se di sa më kupton. Okej. Kjo është mënyra jote, unë nuk kom se ta... Nuk flas shumë, po kam turp. Edhe turpi shkaku i emocionit, asnjë gjë tjetër. Se kam truan për një gjë. Po mirë, qa shef këtu tek ne, në mesin tonë? Veç unë kom energjinë, ti ke energjinë dhe ne nuk po folim, po dalim i qik nga trupi dhe qëfar shef ti në mesin tonë? Ose po ta them unë qëfar shaf? Okej, unë nga ana ime. Si ta them? Okej, do të flas rrosh. Lutem, hajde pra. Nuk më intereson përgjigjeja jote, edhe po tjetë ndoshta edhe më hipi çdo gjë. Jepi, këtë po pres. Jepi. Pëlqim po shumë, interesim po shumë, me të njohë më shumë po, me shku më tutje më shumë po. Kjo është realiteti. Me ta zbukuru me fjalë romantike kështu ashtu nuk di me filozofi. Në me fjalë thjesht Thjesht e apo di që fol? më mungon kur je larg, edhe shqetësohem, Kur isha si larg rasti unë? sot, edhe Kur thjesht isha e di- larg unë? Po përgjithësim, për diçmëri. Okej, ti po krijon don që t'jesh vetëm me mua, po Jo, nuk s'po s'ka- them. Çfarë po thua? Thjesht e di që më mungon, kaq. E di që është gjëja më normale që ekziston që ti do kesh hapësirat e tuaja, shoqëritë e tuaja, punët e tuaja, edhe unë ata të mia, vetëm e di që kjo kur ndodh, mungon. Unë më shumë që e jam kam pa- komplet e kundërta e Po, e kësaj, kam me parë. thënë drejtën. Si komplet e kundërta. Unë mendoj komplet ndryshe. në fakt. Si? Unë mendoj që ndoshta duhet kemi më shumë hapësirë për njëri tjetrin. Hapësirë po patjetër, nuk më kupton. Thjesht e përshkruaj ndjenjen kur kemi hapësirë. Nuk po them unë që duhet rrim shumë afër patjetër non stop, se ti ke hapësirën tënde, ke shoqërinë tënde, ke punët e tuaja. Kjo është më së normale. Thjesht them si ndihem kur kështu. Po jo që ta them që ndryshon këtë drejtim. Po, Se unë ti me ke thënë hapësirën drejtën- time, shoqërinë tënde, Unë me punët e thënë tuaja. drejtën ta kom dhënë hapësirën edhe kohën, gjatë gjithë kësaj kohe, kom lënë edhe shoqërinë time edhe jam fokusuar pak a shumë te kjo gjëja që ta di. Edhe unë e kam bërë të njëjtën, sidomos kur kishe probleme me shoqërinë tënde, me punët e tuaja. Jo, unë probleme shoqërinë time nuk isha nga ty. Jo, Isha për gjërat e nuk mia. thash nga unë. Do me thënë ti kur I kishe për gjërat e tuaja, edhe pse kisha punët e mia, shoqërinë time dhe gjërat e mia, gati I minusova gjitha ata ditë, derisa ti u ktheve në normalitetin tënd dhe I sqarove gjërat e tuaja, sepse e ndjeja përgjegjësi për mos me të lënë një moment vetëm. Ky është realiteti që ndodhi brenda meje. Që më pëlqen shumë gjëja që po krijohet po, që e shoh për më shumë po, kaq ditë. Ka zdetor. Okay. Nuk di Unë me thënë flas drejtën, me fjalë të ndaja. Unë me thënë Në drejtën. këtë drejtim se kam Këto të. ditë I kom lënë një çik anash punët e mia dhe lojën time dhe njerëzit e mi, thjesht për të arritur me të kuptuar ty se ç'a do nga unë ose unë ç'a do nga ty. Apo jo? Ka unë I kom Unë marrë e di përgjigje. që... Nuk këm duhet më shumë kohë. Okej. Njerë thua që është shpejt, njerë nuk e di. Po ka nis shpejt. Ndoshta nisi mbrapsh. Ku do ndalesh me këtë që thuam? Unë I kom përgjigje, ty të Çfarë duhet përgjigje kohë. ke? Apo jo? Unë s'kom Edhe unë nevojë kam për më përgjigjet shumë e kohë. mia. Po s'po më jep pra, po më thua thjesht. Thash, nuk e di sa po dëgjon te fjalët që Po them. dëgjoj në çdo fjalë që thuam. Po ti nuk po thua si gjë. Unë do ta mbyll kur ta them. Muhabetin, dhe vej vullën si më thon. Thash, pëlqim po, interesim po, edhe për më shumë po. Kjo Okej. është realiteti nga ana ime, nuk Kjo di është çfarë diçka të them. teorike që e kërkon çdo kush nga çdo edhe nga shoqëria, edhe domethënë çdo S'di gjë si që shpreh më ndryshe. domethënë ti nuk ke Vjetor. evolu fare në këtë gjën që 5-6 ditë dhe
është gjithçka një loje jotja. Jo, s'ka lidhje me lojen. Këtë nuk ma heq dot nga mendja. Nuk di të shprehem ndryshe. Nuk ma ke boj qefin fare, me thonë drejtën as tani, pavarësisht se te ke boj dhe shumë e bukur. Edhe je një gocë shumë e mirë, komplimente. Je një gocë e fort, inshallah të beko Zoti në rrugën tënde, me gjitha të mirat e botës. Po kur nuk ke një vizion për ne të dy, aty shuhet çdo gjë për mua. Nuk e kupton pjesën që thash? Unë e kuptoj shumë mirë çdo gjë. Nuk e kupton. Thjesht po mundohem që jem sa më i sakt. Mos të lëndoj as ty, as vetën dhe as Çfarë kuptimi e ke fjalën ti vizion? Ti e kupton çfarë do thotë fjala vizion? Po. Çfarë është fjala vizion? Kur ke dikën në krah dhe shef për shumë gjatë dhe shef të krijohet diçka e Të thash edhe bukur. unë. Po pra, po ti kjo që po thu ti është një dashuri artificiale dhe unë po flas për dashuri të vërteta. Janë dy lloj dashurish. Mënyra, çdo kush e ka mënyrën e vetë shprehurit. Po më u shpreh, po Kur e se the shpreh fjalën- me këtë shprehësh, Kur me e the- kamerat. Nuk më kupton. Kjo është mënyra ime të shprehurit. Nuk di të flas shumë në mënyrë filozofike, thjesht e di që ndjej shumë dhe e shoh për shumë, kaq di them. Edhe fjala që unë them që e shoh për më shumë, Qa shef aty? automatik- Ku shef, qa shef? marrëdhënie më të konsolidume, më përpara, Qa kuptimi? për me kriju gjëra më shumë, për më interesu më shumë për njëri tjetrin, edhe për më Duhet të shku më në nivel shofësh në tjetër. sy mu, më shif anese, nuk jetu lexu libra, më shif mua dhe fol me mua me zemër, me pastërti. Dhe me thënë gjithë këtë ditë nuk je fokusuar fare tek unë, Ja, pavarësisht se ke qenë tek unë, nuk je fokusu Ja, fare fokusu. se as nuk e di akoma me kë ke të bësh. M'duket. Unë thjesht nuk du t'jem bad boy, du t'jem good boy në lidhje me këtë gjën, sepse është diçka për t'u trajtuar siç duhet. Apo ja. Me respekt. Në fillim. Për bën shumë vështirë Ke diçka të thuash? pa që nevoja me u bëjë vështirë. Për bën shumë vështirë situatën pa që nevoja me u bëjë vështirë. Okej, ne Ta tani kam këtu thënë jemi. pjesën që jam me emocion real. Po edhe në real jemi, nuk jemi kukulla. Nuk jam me emocion fake, Çdo edhe nuk njeri jam këtu thjesht për është me lojë. emocione reale. Po të flas realitetin tim, apo flisnim për ne dy. Po. Nuk më intereson pjesa tjetër. Ta shumë Po të mirë bëj që një e ndjej krahasim. shumë fort edhe e shoh për më tutje, kuptimin për më shumë. Okej. Si marrëdhënie. Me mendjen tate, apo? Aty? Me atë që unë e ndjej. Mund ke fund llogari se si jam unë si njeri? Po me atë sa kur unë i mendoj këta gjëra, për Po me çfarë ty pëlqen do të tek unë pra, ma thuaj. Se po më duket se po ta përsëris disa herë. Po nuk di ta shpjegoj me detaje, thjesht çdo gjë që bën ti më pëlqen. Okej, thjesht ke Si në qef. mirë edhe në Do me keq. thonë kjo gjithçka është që po në tu mes nesh, u shoh thjesht që ty ta do bytha, jo zemra. Jo. Apo jo? S'është Po ashtu. kështu pra po thu ti. Kështu them unë, thu me dy fjalë. Dhe pastaj se si jam unë dhe si mendoj unë ty s'po t'intereso fare. Unë ka interesu shumë me ditë mendimin tatë. Realisht. Apo kupton? Tani, përderisa them që më pëlqen çdo gjë, kjo do thotë Qa çdo gjëje, gjë pra që ma kam thuj patë 2-3 ty. gjona. Qa të pëlqenjë tek unë? Ti hapim i qik, ti heqim të reza nga dora dhe folim realisht, ashtu si që është. Nuk di ta shpjegoj mirë me detaja, thash. Pjesa që qof si mashkull të fort, po. Po. Mu kaq më intereson nga një mashkull. A është mashkull i fort? Ah, okej. Që din t'i përballet Po jetës. mendimin tim ke plot me Njëra nga shkull, nuk pikët. unë jam i veçantë në llojin tim. Njëra nga Meshkuj ke pikët. sa dush, mund gjesh këtë dush, kur të dush. Pjesa e modestisë, pjesa e sportivitetit, pjesa që e shef jetën shumë bukur, marca kam kuptuar nga Ora, muhabetet. unë e kom Dhe pjesa mbi të gjitha e Kom energjisë që luftu ndjet. që të krijoj A këtë do jetë. ndëgjosh mu? Po, I kam dëgju këta fjalë vazhdimisht. cila? Dhe jo vetëm se i kam dëgju, por edhe po e shoh tek ty. Okej. Përveç gjithave, mbi gjitha pikat me i tek unë e vendos pjesa që unë e ndjej energjinë edhe pëlqimin. Kjo është. Se siç the edhe ti, mund ketë edhe meshkuj të tjerë që janë karakterit fort, janë sportiv, janë spontan, din me shiju jetën, din edhe të jenë të fort, edhe për teren, edhe për punë, edhe për gjëra, po puna është a ekziston energjia, pëlqimi, kimia. Edhe unë këtë gjë e ndjej. Ti e Do të ndjen- përveç këtyre gjërave që unë i pres nga një mashkull,
Unë e ndjej edhe pjesën e energjisë, edhe klikimit. Edhe ti mendon që e ke këtë kimi me mu? Çfarë pyetje duhet më? Po Sa sepse po ta kimia thash? është kur ti don edhe unë du, ti akoma nuk më ke pyet mu për një gjë, si mund të arrish në konkluzione? Këtë që kuptoj. Sepse të dëgjoj në çdo gjë që flet dhe të shoh në çdo gjë që vepron. Ore bash çka kemi fol deri në këtë moment. Më thuaj. Në çfarë kuptimi çfarë kemi fol bashkë në këtë Për moment? këtë gjën që po krijojmë, të se s'ditja vej as dot as emrin se ç'a gjëje është. Apo kupton, edhe nuk du të tregohem i keq ose ç'a emri ve kësaj gjës tonë. Gjëjes tek ty apo gjëjes tek Gjës ne? tonë që po ne deri në këto momente. Ku mendon ti se jemi? Unë me thënë të drejtën, unë ja kom nisë me shumë pozitivitet, me shumë sportivitet kësaj Edhe unë. gjës tonë. Apo Besoj se e ke pa. Por unë nuk jam pengi një nate. Edhe unë këto, përderisa të thash që e shoh për më Nuk gjatë, dihem fare i detyruar të kem diçka ndaj teje, kur ti nuk më jep energjinë që duhet. Më apo kupton? thu që s'kam dhënë energji? Kurse Unë po të them- nga ana tjetër, Unë po të them se edhe flirtimi nuk është aty ku duhet. pse s'është As aty ku duhet? dëshira nuk është aty ku duhet, është thjesht një lojë mendje. Që ti po e luan, por edhe mendja të ka humbur tani në buzë. Nuk është e vërtetë. Çfarë është pra ma thuaj? Ta thash. Edhe Se unë çfarë nuk është? gabohem, këtë me Dis- beso. Këtu po gabon shumë rënd. Au, unë s'gabohem rënd për vendime që marr. Rënd. Çfarë do më eksaktësisht dish nga unë? S'po e kuptoj. Se më duket sikur po i rretullosh një Kishe muhabeti që 10 s'po e ditë kuptoj. kohë, kishe 10 ditë kohë për të më dhënë atë. Ose për të 10 më ditë pyet, kohë? nëse nuk je sigur në diçka. Unë jam shumë e sigurt. Po si Dhe nuk unë që ke fokusin e sigur kam- ti në gjënat me mendjen time, do me thonë, pse e ka që sigur me mua nuk e kuptoj. Sepse e ndjej. Çfarë ndjen? E ndjej sigurinë. Si e ndjen sigurinë? Nuk e di, thjesht më vjen për brenda, e O ndjej. zemra, Nuk mu di më ta ndonë shpjegoj me gjithë fjalë. botën, unë kur nuk e kom vibe-in, unë nuk të du. Si që ke ka që sigur të kun, pa ditë mendimin tim, këtë që kuptoj unë. Apo thjesht i ke një vallë tani dhe paktën kur merr një vallë, ke vënë re hap mas hapi, i mëson. Ne kemi 10 ditë, se kemi njek në tjetrin hap mas hapi dhe s'kemi mësua si gjë. Apo kupton? Ti akoma nuk din asnjë gjë për mua, kush jam unë. Ase si jam unë, Kam as qa dëgjuar pëlqej unë. muhabetet e tuaja për punët, Ke kam dëgjuar dëgju. muhabetet dhe të kam Ato i pyet. din gjithë, a nuk, ore po Unë them nuk i diçka për dija. mua. Po nuk i diçka dija për pra. mua. Po tani ti je interesuar për atë që bëj unë apo për kush jam unë? Familja, punët dhe se kush je Nuk e ti njeh si ti karakter, familjen time. po të kam pyet pra. Kur më ke pyet Disa për përgjigjem ke thënë s'flas. Të kam pyet për mamin, për babin, për motrën, për vllajin, për djalin. familjen? Këtë tema ti kom hap unë. Ti kam pyet unë. Qa mban mend ti nga këtë temë? Për mamin, për babin, Qa ti për ti për jetën e mamin tyre. tim? Se na fiksove. Po vetëm pak fjalë, nuk di shumë detaje të ndaja, se aq ke fol, edhe unë Ore, nuk du me të bë presion, flasësh më shumë. Kupto, mam, bab, vlla, modër kemi gjithë, sigur Po. ke ti, sigur kanë tjerët. Po çfarë din ti diçka më shumë? Ti nuk ke pranuar që të flasësh më shumë për jetën tënde. Edhe kjo është shumë realitet. Po. Nuk mund të flasësh për disa gjëra, Okej. tani kjo ka ndodhur, unë të kam pyet edhe s'ke fol. Të kam pyet në përgjithësi për gjërat dhe s'ke fol, e bllokon bisedimin edhe nuk kam dash me të pyet më shumë, se kam menduar që ndoshta nuk do të flasësh për shumë gjëra këtu në reality show. Se kam mendu pa le çfarë problemesh mund ketë, pa le çfarë të vërtetat mund ketë që nuk do të nxjerrësh publikisht dhe e kam dalë. Dhe e kam lënë që me kalimin e kohës me pa më shumë karakterin tënd. Edhe sikur me pa unë këtu karakterin tënd me kalimin e kohës, prap nuk mund ta di 100% shkaku se s'jemi një jetë reale, jemi në kufizim këtu. Ti mund të flasësh çdo gjë për veten tënde këtu dhe prap i besoj se e ndjej për ta besu fjalët. Nuk di çfarë të flas më shumë. Kjo është ajo që dua të them. A ka kupton? Unë më vjen shumë keq Për çfarë? për këtë gjë që po më thua,
dhe nuk duhet jem fare pjesë e kësaj gjëje. E kujt gjëja? Sepse unë kom da këto momente të mijat edhe me publikun në maksimum dhe po më vjen shumë keq që ti po ma thu këtë fjalë mu. Po pse të vjen keq se Po, se më vjen kuptoj? shumë keq. Ti tani më duket se i ke harru gjithë bisedimet tona. Unë s'kom harru asgjë. Unë thjesht nuk du me të bezdi se mendoj që mund të kesh... bisedu, bashkë kena vepru. Edhe kena bisedu. Qa kena bisedu? Me djalin ta hapa unë temën për djalin tim, mbrëm Kam të pyet vash. edhe vetë, jo vetëm mbrëm, kam pyet edhe ditët e para, edhe në fillim. Po e mbaj mend që ti kam bërë këta biseda, po si mbaj mend eksaktësisht Anyway, po tani se duket kam shumë e harruar. lodhshme kjo gjëja. Shumë e lodhshme. Ti do me m'kap mu, si kur unë... Jo, nuk... I don't give a fuck. Okay? I don't care anymore. U përpiqem që ta them sa me kulturë dhe edukat, që mos të ndihesh ti keq, po paktën të arrish ta kuptosh edhe me mendjen tate, sepse nuk është ashtu si që mendon ti. Këtë po përpiqet të them. A më kupton? Dhe unë nuk i detyrohem as kujt asgjë, sikur ti nuk i detyrohesh as kujt asgjë. Do shta ti ke detyrime tjera, unë s'kom as lloj detyrime, unë jam shumë i lirë dhe shumë i pastër në veprimet e mia. Unë kom folë për familjen time edhe me fermerët e tjerë këtu. Pa asnjë lloj, unë nuk kom asnjë lloj të keqe dhe asnjë lloj sekreti me më qef. Që ti po më thu mu, unë s'pas kom dash me folë, unë kom dhënë përgjigje gjithve, kush më ka pyet, për babën tim, për nonën time, për vllajën tim, për çdo gjë timen. Unë jam tregu shumë i pastër biles, edhe shumë i çiltër, se nuk kom asnjë gjë të keqe me më qef. Dhe ti tani po më thua se unë s'pas kam dash me folë. Dhe po më vjen shumë keq që ti as nuk e vlerëso herë se kush jam unë. Unë po të vlerësoj edhe po të mbi vlerësoj ty. Gocë dashur, edhe nuk duhet të tregohem i keq, por po mundohem të gjej mënyrën më të duhur për të thënë që mes nesh nuk ka asgjë. Dhe ti nuk arrin ta kuptosh përsëri. As nuk po mundohesh të përpiqesh të futesh i çik në mendjen time dhe të folim diçka reale. Unë nuk jam të thonë nisi si loj, dhe po përfundon aq shpejt sa nisi. Sepse unë e kom dhënë mundësinë që të krijojmë diçka, që të flasësh me mu, po ti nuk po flet me mu, dhe unë nuk e di se ç'a mendon ti. Ti në asnjë moment s'ke pyet për mua dhe për jetën time, për familjen time, për gjërat e mia. Unë të kom pyet, se më ke thonë ke qenë, si ke qenë, pse ke qenë, ku ke qenë dhe me kë ke Nuk ke qenë. pyet shumë pak. Edhe Aq unë nuk ndërhyj në pjesët e tua, por paktën unë kom prit që të kemi një klik mes nesh. Të njëjtën. Nuk e di se çfarë duke bë. Se në momentin që kemi kalu bashkë nuk e qënë shumë. Dhe gjërat më mirë të sqarohen tani që ti e pas këtë sigurt, këtë fitore në xhep, me mu nuk ka fitore, as nuk ka plane afat shkurtra, as afat gjata. Me mu je aq mirë sa ti je ti mirë me mu. Dhe unë nuk i detyrohem as kujt asgjë. Këtë ditë them. Atëherë, pse e ndjeve me u afruat shumë me mu? Pse e ndjeva? Me thuaj afrimitet një hap që ko marrë unë më shumë se që duhet. Deri te përqafimi dhe puthja. Puthja që kemi bën njëri me tjetrin, apo jo? Ore më shif mu këtu, apo folim bashkë, apo qa po më bën drama këtë tani. Se me vërtet nuk po të regosh fare e sjellshme. Unë të kom rëmby ty një puthje, apo më ke rëmby ti mu ma të një dënim dëshire në kërvat? Me që do gëlojën këshu. S'ta kam rëmby. Po si, unë s'ta qujta rëmbim. Pse po ma që mu puthjen rëmbim, a ishte dëshire të dyve. Edhe qa ka këtu? E po mirë, do t'a lejmë mu ke puthja. Jo, se apo jo? them këtë. Mu aty do t'a Nuk e lejmë. them këtë. Mu aty do t'a lejmë. Nuk e them këtë dhe nuk e çfarë? thash këtë. Po, edhe puthjen e kom dhënë me dëshirë, se ndoshta se pse u më ndjeva pëlqas ashtu? puthja pastaj. Më thuaj qa mendon. Ku na shef ne, se unë s'po shoh asgjë.
Pra po them ndjem trupu. Atëherë rasti ti nuk shef asnjë gjë, kështu që s'ka rëndësi se çfarë shoh unë. Atjetër. Se di pse interesor se çfarë mund ta shoh unë kurse ty s'ti intereson. Edhe më mirë biles. Që edhe unë ta kem më të thjesht, mos. Për çfarë ta kesh më thjesht? Përse më pyet atëherë kur nuk t'intereson? Po. Jo, unë du me ditë, unë ta kom dhënë interesimin tim, vje keq që edhe keq po e vlerëson. E kam vlerësuar. Unë ta kom dhënë interesimin tim, ka 10 ditë. Mos pas 10 ka 7. Dhe unë e kom vlerësu gjithçka që ka ndodhur. Nuk e ke vlerësuar. Pse do me e ditë si e shoh unë kurse ty nuk t'intereson? Si nuk du me ditë se si është. Pse më pyet vazhdimisht sepse si e shoh unë kur ty nuk po t'intereson? Ora, unë ta kom shpreh interesimin. Me preferencën e kam. E kom? Dafina Zeqiri? Ha? Dafina Zeqiri, fuck you. Oh, së di. Arkon, okay? Ha, Kesi, okay. du mos formas ti, Kesi. Kesi, bëllë pak derë, Kesi. Po. Kesi, brenda. A fali, këtë nuk e di, një kom të Okej. Okej, hajde. Nuk kam besim të kydaja. Në rast se nuk ndjen edhe nuk t'intereson më shumë, atëherë i bie që ke pas falës ndoshta dhe afrimitetin me mu, përderisa nuk po e ndjen. Fjala e fundi. Edhe rast se realisht nuk e ndjen, pse po t'intereson se si e shoh unë kurse ta thash se si e shoh. Tani, unë me thonë të drejten, jetë më bosh shumë e losë me kohë me këto lojra fjalesh, ka arë koha ti bosh stop lojrave të fjales me mu. Se unë jo më në program këtu dhe nuk e më intereson farë. Unë po përpiqem që mos të vendoj ndjenja ty, se kom shumë fjalë për të thonë dhe nuk po du të t'i them. Thuj, Jo pra, se s'jam unë ai lloj tipi. Ti mos më thuj mu pas kam qenë unë, edhe pas ke qenë ti. Unë s'po të them që ke qenë fake, unë po them nuk e thash ti, me ke dhënë ti. klikun dhe të kom dhënë klikun mbrapsh. Ke Nuk kërku thash diçka ti, nga ti, unë, ti. tu kom ardhë, tu kom ofru me gjithçka që kom. Çdo hap që ke njek, ke qenë në krah. Edhe unë kom qenë në krahun tatë. Dhe ti tani po më thua nuk të intereson. Po ti e the. Unë që në fillim darkës ja nisa, me thuaj pak si mendon ti për mua. Qa mendon ti, na thuaj një vizion bashkë, për qa të pëlqej, unë ti s'po thua asnjë lloj gjëje. Tani më thuaj s'të intereson. S'po më intereson tani më me ditë fare, asë gjë. Nuk më Duket se ti intereson pas ka me fare. plan program. Unë nuk kom marrë me plan program, por ti nuk po më ndez mu. Këta qirat nuk kanë vlerë të fikur. Apo kupton? Duhet jenë të ndezur. Dhe unë du ndezjen, du energjin. Ti nuk po ma jep. Ti më vje më thu mu këtu 3-4 fjallë turp, po jo, ta thash. Gjëra shumë kot. Pse nuk më jep shpreh atëherë këta ditë po e le për sante? Po sepse kom 7 ditë arrit të kuptoj qa po ndodh këtu. A kupton, është një anije, do me thonë ti ishe një anije në një oqean, me morë erdha unë, hypa në anijen tate dhe vazhduam duke lundruar. Apo jo? Jo. Po për ta thënë si jo? Po ta shu që të temë, zema, ti ta nalë edhe atë që du të mundohem të të shpjegoj, ti nuk arrin pleshtë që ta kuptosh. Ta përfundoj apo ta lej fare? Unë e dija që ishim në anijen tonë, jo në anijen time. Anijen tonë. Okej, ja po e bëjmë kështu më bukur. Ishim unë edhe ti dhe gjetëm një anije. Dhe hypim të dy në një anije, apo? Tani, kjo anija unë nisë drejt oqeanit dhe po lundronim të dy. Kur po lundronim, kishte shumë shtrëngata, shumë shi, shumë fortun, shumë dalg. Kishte edhe shumë perëndime të bukura. Ku i pe shtrëngatat me fortunat se s'po e Po, kuptoj? e ti them unë, gjitha ti them unë. Ku edhe ti sqaroj? Po, ti sqaroj unë, vetëm me dëgjoj deri në fund se si e konceptoj unë këtë gjë. Okej? Dhe tani unë jam bo që ta ankërohem, sepse sikur mbaroj, sikur s'po ma jep ma këtë feeling. Pse?
Po sepse s'po mje pas i gjotë, më ke thonë 3 fjalë, që duhet unë si mas te të bëjmë këto 3 Po ti fjalë? vetëm te fjalët bazohesh, nuk bazohesh te veprat e mia? Cilat vepra? Qa vepra që kemi flejt? Unë se kom problem flej me goca edhe pse s'kom lidhje. Normalisht, unë flej me goca që s'kom lidhje, non-stop. Qa ka diçka më special këtu që unë ta shoh? Më thellë. Qa ka Mendjen e diçka? kam gjithë ditën për ty, edhe që interesohem vetëm për ty. Unë kom... Do me thonë, unë mendoj për shumë goca dhe shumë goca mendojnë për mua. Kjo nuk është e rëndësishme tani. Se çfarë po mendoj. S'është e rëndësishme? Unë duhet Për mua atë është e dëgjoj. veçantë. Unë dua të dëgjoj i herë. Për mua është e veçantë. Qa është e veçantë? Se unë nuk interesohem për gjithë meshkujt kështu. Edhe nuk e ndjej përgjegjësinë, edhe lojalitetin për gjithë meshkujt kështu. Qa të shqetëson ty në lidhje me ne që pas ka penguar të shprehesh? Unë në fakt nuk mund, sepse unë shiko, ti, Thjesht jam me që kom tipi pa unë 1 sekond, lutem. Qeli rrjedhshëm gjojën pa folë shumë se besoj që patjetër edhe unë. veprat, reagimet dhe ndjenja e përgjithësisë shifet. Okej. Gjëra konstruktive, nga gjithçka, edhe nga darka unë po marr vetëm përgjigje konstruktive, të cilat me mua herë nuk funksionojnë fare, këtë hiqen nga mendja. Hiqen fshin nga mendja këto halucinacione ose këto çfarë ke krijuar ti në mendjen tate. Edhe po don tani dalësh se kur ti kjo dashuri nuk më mjafton mua, nëse kjo është Nuk thash është dashuria jote, kjo dashuri për mua nuk mjafton. Nuk është ashtu siç po them. Si është? Ma trego pak a shumë si është. Edhe kjo supozohet ishte një natë romantike, por që Nuk e të di kishim pse shpresh kërcimin e shumë. kësaj nate Nuk e romantike, di pse të li- duhet kishim evolu pak me lidhjen e. Nuk e di pse Ose nuk ndryshove ketë kështu brenda marrëdhënien qa ditës. përno këtu. Unë pse ndryshoj? Ta Brenda them unë ditës. pse ndryshoj. Ta them. Brenda ditës. Po ta them unë prap, unë nuk kom ndryshuar në ditë mi gocë, edhe 1 sekond po ta them. Se deri dje nuk ishe kështu. Nuk isha kështu, po sot kom arri në konkluzione pse jom kështu. Mje Sepse 3 arsye të forta, 3 arsye shumë të forta të japë. me rast konkret. Po patjetër të japë edhe me raste konkrete. Po. E para, ke zgjedh lojtarin e gabum për me lujt një lojë Nuk fuqishme. është lujtje loje, E dyta- bie argumenti jot për këtë rast, bie teoria jote për këtë rast. Okej. E dyta, kemi gjithë të net dhe ditë që jemi bashkë dhe nuk po ma jep vibe-in. Nuk po ma jep. Duket sikur ti e ke programuar trunin tat që ti m'ke qef mu dhe fakt qa mendoj unë, fakt qa mendojnë tjerë, fakt qa mendoj bota. Nuk funksionon ashtu. A e ke seriozisht atë që luta? Po, E ke sinqerisht? shikon. Ti e din që unë nuk i flas dot bisedime që i kemi pas edhe pa mungesë mikrofonave. Që bisedime, thjesht i vetja Lutem, fjalë që mbaj mend unë, loj pa mikrofona, Mos ma luj mu, Me dëgjoj lutem këtu- këtë loj mos ma luj mu. edhe mu mos Ka të marrë përfit fund. tavolinë, se mu nuk e më intereso Mos fare ma luj. tensioni jot, edhe lojë këtë figurën e nxorë fytyrën e vërtet. Tani Mos po arrit ma e kuptoj. luj. E vetmja gjë që kemi folur në ti pa mikrofona është që më ke thonë kom besim tek ty. Kaq mbaj mendu pa mikrofona. Okej? Kaq mbaj mendu. Me trego diçka më shumë që kemi folur pa mikrofona. Ma thuaj, se po më bën një lloj aktrimi tani dhe po don qosh bosh edhe me nerva, a ka kupto? S'po e ruan fare atë seriozitetin e kësaj darke këtu. Pse s'më shef Se mua në sy kur e flasim këtë temë? Edhe në fundin qofse gjithçka marron këtu, ti nuk je armikja ime, as unë nuk jam armiku jot. Por jemi aq të rritur sa të ndahemi si njerëz tamam. Qa kemi folë në, më thuaj, qa kemi folë në pa mikrofona, se me vërtet po më bën kurioza. Qa kemi folë në pa mikrofona? Ma thuaj këtu. Por si duket vor, unë ende të dua, s'dia më beso. Se di që ka ndodhë sot që të ndryshohesh? Falje të kërkoj, unë ende të dua.
Mu me vjen Vetëm keq. ditën që kisha shumë besim te ty atë fjala jote. Për ti ke besim për atë që po mendoj unë, patjetër. Apo për gjithçka tani? Nimi çaj duke bërë se s'po të marrësh. Çaj duke bërë se s'po të marrësh. Çfarë më duke bërë? Unë po vendos pikat me imi, ta di ku jam me ty dhe ti s'kom thua asnjë gjë. Po pse me thon ura kur Okej, atë detyrohem unë ty diçka. Ore, le tani mos e mbolura fjalësh interes, a jemi ul këtu, duhet të sqarojmë këto gjëra. Se vërtet. Shtive ka, po sepse po mbë me nerva, po më përmend interesin. Çfarë interesi kam unë tek ty? Kam kërkuar diçka ty? Thash për interes në atë lloj aspekti. Po për çfarë? Po e kuptoj çfarë po e bën në këtë moment. Sinqerisht e kam. Nuk është lojë. Ha? Nuk është e drejtë. Nuk është lojë. Nuk është lojë. Po mirë më, unë nuk thash që është lojë. Se s'po të marrësh. Ne ja nisim si lojë. Me pëlqimin e të dyve, patjetër. Nuk po të marrësh ai duke bërë. Nuk po të marrësh ai duke bërë. Nuk po më merr vesh. Okej. Do të thonë s'po kuptohemi fare, a? Ti nuk po e kupton. Që çfarë po ndodh këtu akoma. Çaj duke bërë se s'po të marrësh. Po ha dark me ty dhe po sqaroj marrëdhënien tonë ku jemi. Çfarë i je duke bërë se s'po të marrësh. Po mundohem të shpjegoj marrëdhënien tonë. Çfarë je duke bërë se s'po të marrësh. Ora ku ti flet këtë lloj mënyre, fol tamam. Ty po të flas. Çfarë jam duke bërë? Po të them kët. Jemi ul me ëngër dark dhe të dim se ku jemi. Unë nuk të dyroj. Fokusin tim për momentin thash e kam vetëm të ty dhe të askush tjetër. Nuk më intereson. Me joftë akoma shumë. Edhe nuk e besoj, okay? Në rast se nuk të intereson. Nuk e besoj, sepse ti këtë lloj loje e ke nisë edhe me tjerë përpara meje, po nuk ka hec. Nuk të besoj as një sekond, tani që po më thua ti mua në këtë lloj mënyre. Fare, nuk më intereson fare mendimi jot tani e mbrapa. Unë e di atë dhe nuk jam unë këtu për të treguar ty, ti e di shumë mirë dhe ata që kanë sy e din shumë mirë edhe vesh. Nuk me kë, a kuptoj çka koncepti sa i vogël je? Je shumë i vogël. Nuk më intereson fare. Nuk kam marrë këtu për të takuar ty. Rase nuk të intereson pse e thu si fjalë. Ta them se s'është e vërtetë. Sepse se nuk kam nevojë me ajo që the ti dhe nuk më intereson më fare. Sepse nuk je hiç i sinqert. Nuk të intereson. Dhe nuk më intereson mendimi jot më fare, sepse kam një orë këtu që po përpiqem gjej një mënyrë komunikimi me ty dhe ti po më thu 3 fjalë. Kush mendon se jam unë për që ti më blen mua me 3 fjalë? Se po mul nivelin e inteligjencës time herë. Çfarë të duket mua këtu ty se kam marrë? Nuk duhet të tregohem i pasjellshëm as i pa edukat, po mundohem të gjej një urë komunikimi për ne të dy, si njerëz e radha e parë. As nuk kom shit men, dhe as nuk kom thënë një më i mirë as më i keq, po gjithmonë jo mundu që të them jemi paka shumë njësoj. Dhe ti prapë që më thu unë nuk e marr vesh. Disa pika loti nuk mund të mbajnë mu peng. Një natë në kërvat nuk më mban do të peng mua, se nuk e ma që kalaman, o zemra. Kush ta me të mbajt peng? Po sepse ti vetëm po qanë këtu dhe po viktimizor, se ku unë po të bëj ty diçka. Po qëfar po bëjmi, po ullëm dhe po artark me ty dhe po flas me ty. Nuk ishe kështu deri mbrapa. E ki kuptu ti se sot ka ndryshu diçka? A ki kuptu? Çfarë bëre, se gjithë e kanë kuptu? Çfarë bëra unë sot? Po pra, prit ta marroj më zemra. Çfarë bëre ti kur e kuptove se diçka nuk shkon? Unë e dija që sot je i lodhur. Çfarë bëre ti kur kuptove se unë po bëj diçka për ty ose për ne? Asnjë s'bone kur unë të dhash interesin, asnjë nuk bone kur unë hoqa interesin dhe vje këtu më bon si Nuk është e vërtet. Apo kupton? Nuk mund të mas të... Nuk kemi përshtatje karakteresh fare. Unë mendoja që je një gocë e fort. Mendoja që je me vërtet dikush. Se nxjerr lot, unë jam vajzë dobët? Sipas teje?
O nuk është momenti me nxjerr lot tani, lotë nxjerri pastaj. Se besohet fjalës që duke i jo thënë. tani. O zemra, një sekond lutem të sqarojmë se ku jemi, Ti se e jemi di të se gjithë, si kemi- jemi të dy nga 30 Mos më vjeça. bërtit. Nuk po të bërtas, po të sqarojmë muhabetin, po them. Jo, ti paskar duket vetëm i mbushur me fjalë. Se unë nuk befasova komplet, se unë nuk e prisja që ti të flasësh kështu sonte. Basta asaj se si e Po kemi zemra, lënë muhabetin përfundimtar. Prandaj unë po çuditem. Nuk kemi lënë përfundime me mu. Këtë hiqi nga menja. Çfarë? Me mu sot je mirë dhe nesër je keq. Në momentin që ti më bën mu diçka, Çfarë unë bëra? nesër je keq. Në Çfarë momentin bëra? që ti nuk je më shoqja bëra? ime, nesër Çfarë bëra? nuk je më shoqja Çfarë ime. bëra? Çfarë bëra sot atëherë? Ja pra Rase sot, u çfarë ulëm bëra? këtu për dark dhe po mundohem në mënyrën më normale të sqaroj marrëdhënien tonë dhe ti që më thu mua zemra unë të pëlqej. E çfarë duhet bëj unë tani të përkulem ty? Jo. Po qa? Se thash Qa pretendon nga unë olla se po mbjen qaf këtë? Nuk Do po të më nxjerrësh mu qaf. keq tani. Po Unë nuk kush po bëra du të qaf? nxjerr ty keq. Ti Dhe nuk po pyete- përmend asgjë nga ato çfarë ka ndodhur. Në Më asnjë thuaj. moment nuk trash në qaf. Ore po më bën të ndihem. Po pse Se se më ke ndihesh? rak shumë në qaf, po më bën të ndihesh? ndihem. Po mënyra se si ti nuk po komunikon asgjë me mu. Po si Se me vërtet po më streson tani, po ma thënë. po ma prish edhe takim sqarimin, se nuk e quj darkë romantike, se unë nuk silëm shumë me një femër. Por mundova t'ja nisa. Sqarime me mu? Po, unë u mundova t'ja nis disi. Dhe ti s'po mundohesh fare t'ja nisësh hiç. A ku e kupton? shef I ke fu një shumë mendje të lehtë aty, Jo. se unë të kom qef ty dhe tani unë të Jo. detyrohem ty. Jo, Po se çfarë? thash këtë. Po qa po më thu, pra më thuj diçka olla. Më thuaj diçka. Edhe unë kom nevojë të dëgjoj, edhe unë kom nevojë të ndjej, pa tjetër sigur edhe ti. Do thua që deri dje s'ke ndje asnjë gjë nga ana ime? Ora, unë jom, Kurse ke thënë që ke ndje? unë atë që kom ndje e kom thonë në prime, e ta them në sy edhe para krejt Po sot botës. atëherë çfarë ndodhi që sot që ka zhduk çdo gjë? Po sepse kemi 7 Çfarë ndodhi ditë. sot që Po. është zhduk çdo gjë kurse Apo pret deri ta them. dje? Apo pret ta them. Deri dje, Okej. pas ke ndje. Pse se Sot edhe çfarë me ndodhi? pyet, ja po ta them tani me që po më pyet tani. Nuk po shoh asgjë reale. Shkurt edhe shqip. Po çfarë prit Ka reale dy për lloj ne këtu mënyra brenda këtu. ferbës? Brenda dhe jashtë, Çfarë shef këtu? brenda dhe jashtë unë jam i njëjti. Këtë ta garantoj. Brenda ferbës në kushte të kufizuara flas, Për veprimi çfarë? edhe Çfarë na gjëra. kufizon? Unë nuk më kufizon asgjë. Nona baba im janë të mpa aty. Ore Sigur edhe flas nona baba në jote. veprim ndaj njëri tjetrit. Qa më intereson mu qa mendojnë tjerët? Nuk më kuptove, në Po. veprim ndaj njëri tjetrit. Urdhëro? Në veprim ndaj njëri tjetrit. Veprime, Kurse qa kusht- veprimesh kemi bë, kemi dhënë një puthje. Jo, nuk po. Po çfarë? Po flet, qa veprime? Në veprim për Pse zgjodhe raportin ta ndaj afrosh njëri kravatin me tjetrit. mu? Pyetja më kryesore. Pyetja më kryesore e kësaj është pse kishe dëshirë të afrosh kravatin me mu dhe nuk zgjodhe një darkë të më njohësh mu më përpara. Unë nuk po du t'ju hyj shumë. Okej, më fal. Më fal. Po se besoj se nështë ja kemi nisi qik mrapsh. Edhe me kuptimin e mirë të fjales, se ne s'kemi bo një gjo pash. Ne pra. thjesht kemi flet për qafuar aty, edhe kaq. Edhe, Po, ku është pra. problemi këtu? Mbrapsht? A duhet pa tjetër të hap darkë që pas darkës përqafohemi? Unë duhet pa tjetër të njoh personin, me kë po përqafohem, por unë jam mësu edhe mos me njoh, mos me m'interesu personin. So ti ke zgjedh dytën, Jo. po sepse kështu është më zemra. Po unë për 2 javë nga 20 orë ditë unë vazhdimisht vetëm kam analizu, vetëm kam pa dhe më ka Po më pëlqyer çdo thuaj gjë më të një ty. fjalë, më se edhe unë atë po du të gjoj. Unë nuk ta kom mbyll derën. Më thuaj vetëm një Po ti fjalë. sa po e bëre qartë që e ke mbyll derën, ajo më bën. Ora përshtypje. unë jam ul këtu dhe gjithçka ndryshon sikur tani. Ti thjesht ma jep mu ndjenjen, ma jep mu vibe-in që unë të marr vendime. Ti nuk ma jep mu këtë vibe. Ti thjesht je këtu më thua unë të kom qef ty. Po nuk di ta flas shumë e fjalë, ashtu jam tipi që nuk di të flas shumë. Thjesht e shfaq me interesime, përgjegjësime, lojalitet, kjo është. Përgjegjësia është diçka konstruktive. Jo, nuk
është konstruktive. Po, se unë këtu kom Se unë nuk e di marrëdhënie edhe me përgjithësi. shoqërinë, Po. edhe gjithë e mblojnë njëri tjetrin, si jemi njerëz, jemi gjithë me zemër të mirë. Ndryshe dihet përgjithësia kur e ke ndaj një personi që e pëlqen edhe do me njoh më shumë. çfarë Dhe bëre, ndryshe për dihet përgjithësia. Po pse do të për më japësh çdo gjë që bëjmë, mendimin e kam çdo gjë që ke gjërat bëu parte ti, ty. unë duhet të dijem përgjithësi ndaj teje. Jo, se them për këtë. Më thuaj. Po e them për ta shpjegu. Nuk e them për që duhet të jesh Mirë, përgjli. Se nuk e kam bërë që të jesh përgjli. Mirë, okay. Edhe nuk po të kërkoj asnjë detyrim. Okej, më falë që nështë e kam marrë qikë shumë nervoz dhe... Në asnjë moment nuk e kam shpresë që më u ndje bërgjli, se se kam bërë për të ndje bërgjli. E kam bërë se e kam dasht. Edhe Jo për unë të ndje bërgjli. Këtë gjë që kanë E po deri pse ma tani. përkthe sikur, po të them sikur për bërgjli, kurse se kam bërë për atë gjë. Përgjithësi po flisnim. Po, sepse e ndjej edhe e kam për krenari. Më u ndje përgjegjëse, lojale për ty. E bëj me gjithë krenari, edhe e bëj me gjithë knajtësi. E kam bërë dhe do të vazhdoja ta bëja. Në rast se pasaj darkë gjëra do të shkonin mirë. Dhe është rrit edhe ndjenja e territorialitetit, ose pak edhe e xhelozisë, ose pak edhe çdo që ndodh rreth teje, jam e interesuar dhe vlon gjaku. Në rast se si e mirë, ose rast se mundohet të të bëj keq, edhe vetëm me dy më ndodh kjo gjë, nuk më ndodh me tjerët. Po përvojës nështë më ndodh edhe me tjerët. Nuk më ndodh. Unë e njoh vetën time. Po nuk ndodh, Po në rast pse se do ndodh ka ndodhte me me mu? dikë. Qatë bona unë që ty të ndodhe? Thjesht e ndjej. Unë më thënë drejtën unë ndjej pak a shumë përgjithësi për gjithë ne që jemi këtu në kuptimin e Kjo një është diçka fjalës. ndryshe. Kjo është diçka Ti ndryshe. po përdor ndjenjat njerëzore, Jo. normale, po i përdor tani Jo. në kundër meje. Jo. Mu me vjen Nuk shumë ka keq. lidhje. Unë çdo gjë që e kom bën në këtë ferm, Jo, nuk ka unë e kom lidhje. bën me shpirt sepse ashtu jam edhe në jetë Po. reale. Nuk e kom bën që të më Thjesht detyrohet ty dikush. të vej parsor para Qofse- çdo kujtë në rast se Unë ti nuk e vej gabim. parsor pa e se unë meritu. kështu e ndjej. Jo, e ke bo gabim. E ke bo gabim. Unë nuk vej asnjënin parsor Unë kështu jam pa e për një ndjer. njeri që e ndjej shumë, Po nga doli ke ndjenja. po nuk e di Okej, nga doli. okej. Nuk e di Dashurinë nga me shikim doli. parë. Nuk e di a është dashuri, nuk Po di t'ja çfarë është, përgjigje. valla? Njerë pëlqim e di që është. Pëlqim, okej. Minimalisht po. Ora unë jam për të pëlqyer. Dashuri nuk e Edhe di, ti je nuk për të di. pëlqyer. Nuk po them që jam veçun. So Thjesht pëlqimi e na ka ndjej. sjellë në këtë pikë ku jemi tani. Ama nuk e ndjej me çdo person, ndodh rrallë. Okej. Edhe me personat që ka ndodh, ka vazhdu lidhje, edhe kena vazhdu për me pa për më shumë për jetën tona. Ka ndodh që ka ndodh, jemi nda për arsye ndryshme. Okej. Dhe këtë gjë e kam ndjetë ty. Qa ke ndjetë e kun? Që mund të kemi diçka. Po, Okej, unë e vlerësoj shumë. E kom sinqeri. si që ishte nga qëtë. Jo, më vlla, jo, sepse tani me vërtet po më ofendon edhe mua. Unë nuk Çfarë nuk e bë? një asnjë moment unë nuk kam dashur me Çfarë të nuk e ofendu. bë? Jo, do ta them atë që ndjej. Pse s'ma ke thënë më para, rase se ke ndje se ajo nuk është diçka që thjesht një ditë ndryshon. E këtë gjë e dim gjithë. Apo se ke pas realisht në fillim. Anyway. Unë kam fol dhe prap pas kam fol kot. Gjara e fundi është lam të mira Për es të më thua Të fundi dëshirëm Ta mi shdo mbrënje Çfarë je duke bërë? Së më kërë Ti do të mbetesh e vetes është e fundit lam të mira Jo ti s'mund të jeshe Çfarë je duke bërë se s'po të kërë me ishte që ishte ka? Të më dashuro Ajo që po bëj Nuk unë di me ta ty- shpjegoj ndjenjën time, nuk di si ka ardhë. Ta kisha di do të kisha tregu, nuk e di të ta shpjegoj si ka ardhë. Rase do me ditë përgjigje dhe nuk luj, nuk e di si ka ardhë. Thjesht ka ardhë, nuk e di.
Edhe ndodh rrallë. Nuk di të ta shpjegoj, nuk kam fjalë ta përshkruaj. Nuk e shumë mirë e vlerësoj. Nuk vlerëson asnjë gjë, edhe se ka mundësi sot direkte me ndryshu robi kështu. Kurse deri dje nuk ishe kështu. Po ta them edhe një herë, sepse mram, ose parë mram, kemi pas një debat, mram, mos gabofsh. Çfarë debati? Sepse kishim një debat në këtu. Çfarë debati? Për punën e puthjes, më theti mua që unë nuk puth njëri live, apo jo? Kishim një debat. Ta sqarova pse ta dash Dhe aty nga ai arsye. debati, arrita me kuptu mendimet e tua ndaj meje. Dhe që aty Libi, nisi do ta sqaroj. të ftohej çdo gjë. Do ta sqaroj edhe një herë. Qa do më sqarosh pas e ti po më pyet, unë po të tregoj me fakte. Dhe Po ti të nuk më beson them ta akoma. sqarova përderisa unë kam arrit që thy një nga parimet e mia, që lidhjet e mia serioze, mos i ke publike, Nuk me intereson fare. po pse atëherë pyet? Shut up. Ti aku i ke bën llogaritë të gabim, do të thotë ti pas ke funksionu vetëm me dje, jo me zemër. Kaq. Pas ke funksionu këtë drejtim vetëm me mendje, jo me zemër. Jo, unë me zemër që të kisha hime Jo. me një sishim këto fare. Ti pas ke funksionu vetëm me mendje për muhabeti që e më brëm. Unë ta sqarova shumë mirë që unë asnjë nga lidhjet e mia që i ka pas gjitha serioze nuk i tregoj publike. Po që më Në shera intereson mu parë lidhjet e jetën tua, o time, zemra? Që më interesojnë mu? patër pse Unë ato pyet, ku nuk lidhje që i t'i ko majtë interesojnë. private, kanë qenë ose femra që nuk kanë dash me i pa populli, edhe kanë qenë në Jo, është thjesht principi im. venet e ndryshme që nuk duhet mu marrë Ama vesh. tjetër Po e këtu çfarë të koncepton- shqetëson kur ne jemi të dy të ri në një reality show? Qa të shqetëson ty? Kujton se je ti më mirë se unë? Jo, Unë s'po s'ka them që je më mirë se unë, se lidhje, kom nuk bi ka vlerësu lidhje, veten tek ty. Se nuk mund ka ta lidhje. bi vlerësoj në çdo moment. Nuk ka lidhje, Unë të gjithmonë ka kam pas dhënë- nga mësyshi, njerëzve gjithmonë ka Nga pas. kush? I besoj pjesës mësyshit. Po që të them unë, më zemra, unë nuk Unë i kam besoj fjalë për kësaj këto pjesë. gjëra. Po unë i besoj kësaj Ore, pjesë. nuk ka gjë më të fortë në botë se dashuria dhe Zoti. vërtet. Unë nuk e di se çfarë thua ti me këtë gjë. Nuk e I kam kuptoj përjetu fare. ata gjëra, prandaj s'kam dasht. Unë nuk e di ku ke Derisa kalu konse- tani në një temë magjish dhe nuk po më pëlqen Nuk është fare. magji, edhe me fe është pjesa e mësyshit. Ore, Nuk nuk është më magji. intereson fare çfarë po thua tani, ku jemi Dhe ti e ne di shumë mirë dhe që çfarë ekzistojnë po këta thua. gjëra. Po mirë më unë e di që Thjesht, ekzistojnë, po unë shkujnë jam kanë me tipi ne. që derisa të konsolidohet tamam marrëdhënia, kuptimin. Po ja pra ulem, hajde ta konsolidojmë. Hajde, ta konsolidojmë edhe nisim e sqarojmë. Ti nuk je e gatshme prap, nuk do të flasësh, do të thush 3 fjalë. Po fola. Po jo dhe pjo. Nuk di ta shpjegoj si ka lind. Në rast se kërkon se si ka Ore, lind. unë e kuptoj se mund të lindi. Nuk është loj, po në nuk e rast se po m'intereson. pyeta është loj. Nuk më intereson. Edhe me tani- qenë loj dhe mirë të më shumë adrenalin. Në rast se nuk t'intereson, se po më thu, hajde ta shpjegojmë. Po pra. Po bie kontradikt me veten Po ti tani. tani po më thu nuk është loj, unë nuk pyeta se çfarë është. Po ti apo më the, Po hajde ta ma trego, sqarojmë. ma trego, okej. Ma trego çfarë shef ti, çfarë ndjen ti për mua. Qa pas ke kuptu këto 10 ditë? Nuk po të bëj asnjë gjë, lej gjitha, harroj gjitha. Këto 10 ditë që jemi Po bashkë, rasa unë nis flasë, ti më thunë që nuk t'intereson. Një kong? Apo thjesht muzikë s'fon? A mund Po të lutem, Daleni do vet? muzikë, Mund shpirtin na daleni ke vet? kënaq shumë, mund faleminderit. daleni vetë? Jo, do mi çik muzikë. Unë nuk kam asnjë gjë me më qef. Jo, nuk ka lidhje me mqefje, thjesht e du bisedën vetëm me ty. Kemi gjithë botën Nuk, po. e kemi gjithë botën, po për momentin nuk kemi koneksion me botën, e nuk më intereson ajo pjesë. Thjesht, me njerëzit që kemi koneksion, Do të qëndrojmë bisojmë do kalojmë vetë. tani për pak, sa të gjejmë edhe një dy këngë, të lutem. Sepse po me vërtet po më bën të ndjej. Gëzuar. Edhe do ikin. Që ti e krye fermerja, jo për një gjë. ja pra s'po më dëgjon. Aha, pra, Dhe e dyta, vetë personat kanë qenë shumë të thelluar në biznese dhe shumë me emër dhe shumë publik dhe thjesht kemi dash dhe të dy palët kemi dash që për momentin mos jemi në vëmendjen e mediave, Po shka qa më kulturë intereson dhe kjo mu tani kjo bizneseve. që po më thua ti? Po sepse ti po ankohesh, sikur unë pale kush e ka mendu veten dhe po t'jap Një arsye. sekund, je anku ti për privatësi do zemra, jo unë. Unë jam pa doreza. Ti po ankohesh kush e mendon ti veten.
Unë po t'jap arsyen pse. Po janë arsye që ti thash unë o zemra, ose kanë qenë të martum, ose kanë qenë biznesmena dhe nuk kanë dash me dal live, ose ju ka ty turp me dal me ata, ose aty në turp me dal me ty, ose nuk keni pas asnjë lloj vizioni ju si çifte. Ky është mendimi im dhe ti nuk ma lund dot. Edhe kjo është e vërteta. Këtë harroje. Po më shumë se ja marr femër me burrat martu? Ja. Sa po e Unë the? thjesht po t'jap disa arsye se pse lidhen varet private. Sa po e the? Unë nuk thash për të gjitha. Ti mund t'jesh tek njëra nga këto. Private në aspektin e publikut të gjërë. Po qa publiku? Jo shoqërisë. Qa? Edhe njërë familjarëve. Unë kom 13 vjetë. Ti ke 2 vjetë. Po pra ky është takti për mu. Ti ke 2 vjetë. Nga disa gjëra së shpërbimi. Ti ke 2 vjetë dhe gjithë këtë vorgu me të media. Unë kom 13. Shisa mirë the. 2 vite. E 2 vite është çdo gjë për herë të parë për mua. Është çdo gjë për herë të parë për mua. Të martuar unë dashurova. Kemi pas vizionin, nuk është e vërtet ajo që the për burrat martum, nuk është as pak. Okej. Thjesht ja prish gjitha gjëra rrugës, po në aspektin si shpet ti, e shoqërisë dhe familjeve, ka qenë haptazi. Kush? Marrëdhëniet pra. Do me thënë keni pas familjare, po edhe nuk keni dalë gjithë. Po kuptoj më zemra. Kemi dalë edhe... O, Libi qaj, unë po flas vetëm në aspektin e publikut të gjërë televiziv. Po qa pune ke ti me atë publik, ma zemra? Ti, qa pune ke Po ti? nuk po e themër për me djematësi. Po te lutem shumë, Dani, se Është për nga në ana ime dhe nga ana e tyre. Ti nuk... Po, okej. Kaq. Okej, Se di pse do të bëhet kaq e madhe. Nuk du të tregojmë shumë Po se di pse do të bëhet kaq e madhe. Nuk du të tregojmë shumë ofensiv, po nuk të kuptoj. Thjesht të dy palët. Thjesht shumë. Tash vetë se me ti tregu ty kur dalim nga këtu se kush kanë qenë emrat e personave që ta kuptosh realisht Po Muhameti që zemra po bëj. këta pas kanë flet me ty, edhe s'pas kanë bëu më asnjë gjë me ty, ti po ofendon veten me këtë. Gabimje. Ora ti po ofendon veten. Gabimje. Edhe ata që ti mendon se kushdo që t'jen ata unë i njoh. Gabimje. Këtë ta garantoj me 1 miliard firma. Gabimje. Kushdo që t'jen ata unë i njoh. Mund t'i njohësh. Çfarë intereson Po të them? ti pra po mësu mu. Ti e merr për me. Ti e mendo vetëm pa le kushje. Ti tani po hyr logjikën se pse unë kam qenë ashtu për këta 2 vite. Starti është për mu për çdo gjë. Publik më i gjë, publik televiziv. Unë përfshir edhe personat fjalë. Dhe unë nuk e thash se mu për me djematësi. Thjesht rrjedha dhe arsyeja, jo për me djematësi. Tu pa e të bë gjërat. Dhe ty që ta kam përmend, që hera parë është po mdofte Okej, ty, edhe unë po them që me mu nuk funksionojnë këto gjëra dhe jemi Po nuk e thash po funksionojnë. pa ndryshëm. Nuk apo përshtatemi thashët e fare. ty e ndryshova komplet këtë drejtim. Jo, Se e jo, ndjeva. nuk ke ndryshuar si gjë. Ne kemi arë parë mraun këtu, ku kemi arë tonën, se maj men tani, sa po ko kalon. Kur eliminua dhe ti u zgjodhe krye fermere dhe më zgjodhe mu që ndajmë domën, kemi arë natën e parë këtu, kemi kërcy, kemi pi verë, edhe jemi punë. Apo jo? Është kështu, si është nga borë. Ma konfirmoj. Dhe pastaj, dje më thej mu, jo po unë jemi punë live. Thej kështu. Dhe unë këtë Libi, gjë për thej këtë nuk e bëj arsye për që ta asë njëri thash. tjetër. Nuk e kam bërë më Edhe para. unë po të them se nuk dua të të puth më. O, Apo Libi, e kupton? kupton si në asaj që thash tani, ta thash arsyen, Jo, nuk kuptohemi që fare. këtë drejtim evoluova pak dhe e vetmja gjë që më kishte ngel në raport me një njeri, E thuj Te vetë ty amun, ishte me ndryshimi një i parë. puthje. Këtë po më thua. në aspektin e publikut të gjërë. Ishte ajo e vetmja tabu që mu kishte ngel. Çdo momenti që u bëra fytyrë publike. Kaç po them? Po Nuk zemra, se mas një për me sekundë. dimatësi, Figura as për jote përgjithësi. publike, Edhe e di që edhe ti njife shumë, atë sa kemi Nesër kuptu. s'po du të flas. Po, unë nuk e kam, shiko, unë po të kisha hy me të paragjiku, që në fillim të herë nuk e për pas shanse për ta kriju fare as këtë lloj gjëje. Me që do të hym thellë tematikave, tek ato
Se këtu jemi edhe në një Jo, televizion. hyj, se nuk ka lidhje televizionit, kam thënë, Vetëm nga dimet ti nga reale ka vjeti, rikëtu. ande nga vjeti unë mund t'i kem kalu një 40 copë. Edhe qa lidhje ka? Po që po të shpjegoj, se më pa qenë puna për aqë seriozitet, që po më përmend ti mu, unë do të kisha paragjiku qenë fillim. Okej? Po unë nuk të kom paragjiku, u të kom vlerësu dhe të kom Sa tonë edhe po e ke mundësi keq kuptu që muhabeti t'njihemi. brëm? Tani, ti nuk po më thu asi gjo speciale dhe mu nuk ma ndjen fare. Apo kuptoni kot? Po nuk di të Ja, pra, po shprejë ta me them. fjallë speciale. Po mirë më jep vibe, më mundohu, kryoj i diçka. Po mos më thuj Po mu tani ti, ti po o befasove zemra, unë të kom pus ty dhe Jo, kom se bon thash nami, këto. tani unë duhet të kem, ku t'i gja unë i përgjësi ndaj teje. Nga gjitha Që aty- gjërat që kam thënë, Po. kjo është thjesht një gjë ekstra, nuk e thashë te kjo bazohet çdo gjë. Ti këtë s'po e kupton. Jo, unë nuk e kuptoj. Thjesht nga disa tema që i kemi biseduar, kjo është thjesht një temë ekstra. Nuk e thashë kjo është pesha më e madhe. Okej, më thuaj diçka. Më thuaj diçka të bukur. Çfarë më thonë diçka bukur, kemi Po më thuaj diçka të keqe. Më thuaj diçka thjesht ma largo mendje nga këto mendime. Pse a vetëm unë duhet mundohem kështu për byrë mekanike, apo duhet dish pak edhe ti me e kuptu pak njeriu? Ti po mendon se muhabeti që ta ka bërë brëm, është pesh? Gocë mirë. Jo, dalu, Ja, se pra. s'po vlen flas. Ti fol, nga pra. muhabeti brëm, e pas ke marrë sikur ai është muhabeti bë me pesh, por unë tregoj ty që unë vetëm këtë gjë e ka bërë ndryshe për ty, ose kjo është arsyeja pse një nga gjërat më me peshë që ti ta kuptosh nga ana ime që unë ty të vlerësoj kaq shumë edhe të ndjej kaq shumë. Jo, e thash si një muhabet ekstra për një detaj nga jeta ime. Më falë. Tani problemi i këngë fundit është kënga ime, po vjen së mbyti malli. Okej. Edhe orkestra besoj shpresoj që ketë sadopak ndihmuar Shumë në faleminderit. shoqërimin e bisedës tuaj. Shumë faleminderit që ndjek ritmin e Shumë faleminderit. Shpresoj shumë që ti servë gjërat që keni njëri tjetër. shumë faleminderit. Po pak në këtë këngë do doja që ta shijonit pa folur dhe ta këndonim bashkë, okay? More ti me Se vetë, nuk ma thë brëm këtë muhabet, mu ma thë o sot, pa dhe të që nga isha kësaj shpiru zemre për që janë fyr. I ke kriju mendimet në kokë, i ke blet pa me e kuptu aspekti se si ti ka fol gjërat. Vetën e kam nga ti s'ka du. Çfarë duke po sotë se s'po të marrë vesh? Asi gjo, po sqarohem me ty. Nuk është sqarim kjo. Kurse i ke keq kuptu muhabetin. Nuk është sqarim kjo. Ti mbledhësh gjithë gjërat keq kuptume dhe të thua një ditë fundit. Nuk është sqarim kjo. Gjithë bashkë. Edhe nuk më interesoj më kamera në asnjë gjë tjetër. Nuk më intereson. Nuk e di çfarë duke bërë sot. Gjo, po mundohem të sqarohem i bashkë. Po edhe tu më sqarua në këtu që nuk kam interes. Po sepse më thua ca gjë Unë vret me fjalën. Nuk kanë vlerë. Ti ke keq kuptu gjitha, edhe unë thjesht po ta sqaroj. Atë shumë duhet flasun që ta kuptosh me sy të tuaj. Atë shumë duhet flas. Atë që je njeri që ta lexon edhe trurin edhe vajpin edhe energjinë. Po, atë kom lexu. Asnjë gjë s'ke lexu. I ke keq kuptu gjitha, i ke bledh keq kuptume, edhe ke bledh vetëm për një ditë. Nuk i ke bledh. Ti trajtoj hap pas hapi, atë ti hap pas hapi. Ku është hap pas hapi nga ana jote? Me ma po mu këtë gjë shumë më me të fundit, ditën e fundit. Nuk është dita e fundit. Këtë për ma le të kuptoj që është dita e fundit. Kjo, ta thash edhe një herë, kjo është një dark ku ne të flasim njëri me tjetrin, shumë më thellë që të cilën ti akoma përsëri nuk po e bën. Është unë çfarë të them në kas. Po asi nuk po thua asnjë gjë.
Unë s'po them asnjë gjë, po mirë. Po i thu shumë sikur ka ardhur me disa mendime kokshë dhe thosh. Unë them diçka. Edhe thjesht po e thu Ku po më dëgjon? Okej. Besoj në si në rast se keni nevojë tani këngë. S'ka gjë, ju të dy mund të vazhdoni. Ne do vazhdojmë në rast se Agaj në komunikon një por megjithatë unë jam aty në rast se duhet një këngë ekstra. Jo, ti edhe Kesi mund të vazhdoni. Vazhdoni. Bëja kërkesën Agajt me më shumë Të lutem shumë vazhdoni, në rast se ka dhe gjë për t'u penalizuar unë dhe jo ju. Lutem vazhdoni. Përgjithësi i mbaj unë. Nuk po na kthejnë përgjigje. Të lutem shumë përgjithësi gjitha i mbaj unë, dënime gjitha kam për t'i mbajtur edhe thash para kamerave. Më falë s'u do E thash para kamerave, të lutem Kesi edhe Aduel kuptojeni pak situatën gjitha përgjithësit i mbaj unë. E them para kamerave dhe bulos para kamerave gjitha përgjithësit i mbaj unë. Vetëm të lutem shkoni të dy. Shkoni të dy se gjitha përgjithësit i mbaj unë, shkoni. Ju lutem shkoni të dy. Aduel Kesi. Të lutem o Alba. E thash para kamerave që gjitha përgjithësit i mbaj unë dhe është konfirmim nga ana ime. Alba, ashtu është bukur. Nuk rrezikoni. Shumë bukur. Hajde Kesi në poshtë. Do kemi dijes, por nuk. Sa Agaj na thot ikim. Aduel Kesi të lutem. Më falë s'u do. Na do diçka më hëngër pra? Po marrin cigar. Okej. Aduel Kesi të lutem largohuni se unë i kam të gjitha përgjithësit. Shkoni flisni të Pleskevica Arenës. Shkoni edhe një herë thoni që Alba po thotë i bajë gjithë përgjithësit. Pranojnë apo nuk pranojnë? Vetëm kaq pyeteni. Shkoni edhe një herë pyeti Alba po thotë që do i bajë gjithë përgjithësit. Pranon apo s'pranon? Që juve largoheni dhe unë i bajë gjithë përgjithësit. Ka nevojë se këtu po na njekin gjithë. Po flas për koneksionin që kemi momental dhe jemi vetëm me fermerët, nuk jemi me publikun. Sepse këto gjëra janë botë. Të lutem, Aduel, më dëgjoj vetëm Aduel, lutem dëgjoj. Alba, ti i Shko te Plevica te Arena. Nuk e ke idenë sa i Thuaj fjalët e mia. Alba, të lutem. Që Alba do me i marrë gjitha përgjithësit, rast se largoheni. Pranohet apo s'pranohet, një tek punë pyetje bëj asnjë gjë më shumë. Rast se pranojnë hajdeni prapë. Plevica Arenës është atje. Alba, të lutem, në rast se po, në rast se jo. Aduel, lutem. Po, mund të ikim apo nuk mund të ikim. Aduel, lutem. Pra si përgjigjet ti më pas e flas. Aduel, lutem, vazhdoni te Plevica Arenës, shko pyetje, Kesi do rrihet këtu ndërkohë që shkon te Plevica Arenës. Alba, jam 110 kg më Alba. Aduel, lutem, besoj se e kupton gjë. Lutem vetëm shkoni pyetje bëj. Okej. Aduel, lutem. Aduel, lutem vetëm një pyetje bëj. Okej, vazhdoj punën, Alba, unë jam i paguar sot për me bërë muzikë. Të lutem, Aduel, lutem. Mos ke më rast. Aduel, lutem, shko bëj një pyetje. Tani erdhi mo Alba, ja erdhi Zar. Fermer, darka në shtëpinë e njishit për krye fermerën dhe të ftuarin e saj ka mbaruar. Aduel, Big Basta dhe Kesi urime. Ilja doli të realizoni sfidën e dhënë nga Agaj me sukses. Nga ky moment, ju keni drejt të hini në shtëpi dhe të vijoni bashkëtesën normale me fermerët e tjerë. Bravo. Shpresoj të votoj djes, unë do prem. Lutem më ndihmo pak. Po, s'më gëzon. Fitore! Ah, okay. Edhe ti hysh i këtësh Kesit një këngë të komandantit. Faleminderit bro. Asë gjogë. Na i parë për shumë të punëtor të fort. Po të poshtë jashtë. More ti me vete. Mua? Sot za tek sa jete. Pasha qëta ju edhe ngam veç pak. Jo, ma Edhe orë Daniela, ngam prej veç pak. Orë qëro mu tash. Orë Daniela Pasha qëta, Pasha qëta. Hajde Gjika!
Hajde, qurra ke. Edhe hajde këtu. Këtu hajde.